Janë mbledhur sot, jo për një orë të zakonshme mësimi, por për të kremtuar ditën që do ta kujtojnë gjatë. Në hollin e shkollës së mesme të Olët Zekaria Rexha u zhvillua ceremonia festive e diplomimit për klaset e 9-ta. Gjysmëmaturantët u bashkuan për herë të fundit si nxënës të kësaj shkolle, duke përmbyllur plot gëzim 9 vite dije, miqësi dhe momente të paharrueshme. Vlerësimet për këtë gjenerat të shkëlqyer dhe këshillat për rrugtimin e tyre të ri i ndau drejtori i shkollës. Është një fat i mirë që një pjesë e mirë e gjeneratës juaj keni qenë nxënës jashtëzakonisht mirë dhe nxënës të shkëlqyeshëm, dhe kjo e tregon edhe me faktin e rezultateve të cilat sot kanë arritur në ora 10. Uroj gjithëve një sukses sa më të madh, po para se më uru suksesin, kam dëshirë që t'ju lut secilit për jush që mos ta ndjekni trendin se ku shkon shoku apo shoqja e ime e klasës, po të shkoni në ato drejtime të cilat janë të përshtatshme për ju, po njëkohësisht janë të përshtatshme edhe për kohën të cilin ne po jetojmë për shekullin 21. Gjatë ceremonisë u shpërndan edhe mirënjohje për nxënësit e shkëlqyer. Sukses, shkoftë mirë. Ndjenjat e këtij momenti të veçantë i ndan dy nga nxënësit e vlerësuar me mirënjohje. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne, po përfundojmë një kapitull të jetës dhe përfillojmë një rrugtim të ri. Sot kemi marrë disa mirënjohje si vlerësim i njohurive dhe diturive që kemi fituar gjatë këtyre viteve në shkollën tonë. Ky rrugtim nëntëvjeçar ka qenë sa aq i gjatë, ka qenë edhe i shkurtër, ka kaluar shumë shpejt, me punë, me vullnet të mira, kemi kaluar shumë bukur, ka pas suksese të njëpasnjëshme, ka pasur mirësi, ka pasur mësim, dhe mbi të gjitha ka pasur dashamirësi. Ndonse kjo ceremoni po i ndan fizikisht nga këto banka, kudo që t'i dërgoj jeta, emri i shkollës Zekaria Rexha do të mbetet gjithmonë i gdhendur në kujtesën e tyre, si vendi ku nisi gjithçka, ku morën dijen e parë dhe ku lan pjesën më të bukur të kujtimeve të tyre.